Je artist? Shiko, unë neve bëjmë si kishte, si ma qok me qizë, si është. Shiko, se është pak, e dije që do... Në që kontekst e jo, në kontekstin që emotiviteti, ndjeshmëria, krimtaria, të qenit... Po ty si të duhem? Aja shpreja çun artist? Mua më dukesh që je, patjetër. Unë besoj, ama kam dhe një dozë racionalitetit frikshme. Po pra, doja pyetja që do të bëja është e ndan veten, pra se në mesase çmendurisë. Pra mesase çmendurisë tënde artistike dhe njeriu racional. Ti je njeriu racional. Jam racional, unë mendoj që pa fantazi vdes, por kur nuk do lejoj që sepse që ti je artist duhet të kesh disa përbiçe mendateje, disa njerëz të çmendur. Unë kam KLT-n i them, unë këshilli i lartë i Turianëve, edhe them se me shaka. Jemi dikur 9 veta që bëjmë mbledhje. Edhe ndonjëherë merr drejtimin ky. Drejtësi këtu. Jo, s'është drejtësi, është KLT, këshilli i lartë i Turianëve dhe i kam qenë dhe qeshim se ndonjëherë merr ai. Kur merr ai i çmendur i mbledhjen e bordit. Tani Atara, si ta ka bërë jetën kjo Atara? Atara, tani ata shiko, secili e di këtë që lindja e një fëmie ndryshon gjithçka. Është klishe, po është më e vërtetë. Atara mua më ka dhënë, nëse në kokën time unë mendoj që sepse unë kam një perceptim timin që tani nuk dua ta pranoj më që do vdes herët. Kokën time kam pasur si ashtu, tu thaf të goja njeri, tu thaf të goja tjetër. Që më shumë artistësh do. Dhe nuk e themte. Sepse jam njeri që do t'i bëj gjëra që ti djegje etapat dhe kur ti djegje etapat s'kem edhe qëllim. Dhe po s'pate qëllim, ç'a kuptim bën më, ç'a gjon frymë, hapi rrugën tjerëve. Në këtë logjik, Atara mua më ka bindur që gjëra duhen bërë mirë, ngadalë, që ajo t'i shijoj bashkë me babin, atë që nuk shijoj babi ime, mua duhet që Atara të shijoj. Pra, e ke pasur dhe ti këtë fëmijëri, kështu ka qenë dhe ty, e ke ndjerë ti këtë gjë në fëmijërinë tënde? Kështu ka qenë dhe fëmijëria jote? Unë kam pasur bekimin që kam pasur se mamin e kam pas të shkëlqyer, po në fakt unë mamin për ishte të vërtetës si entitet, si nën në kuptimin e asaj dëmshurisë këtë, e kam mbas 30-tave, po e shijoj atë. Unë vetë që po e shfaq, e shpreh. Ndërkohë babin e kam pasur model të pakrahasueshëm, sepse një njeri që ëndra e tij ishte të bënim, do të bëte mësimet me ne gjithë ditën, domethënë ishte çdo gjë në kokën e tij ishte rreth ai la gjithçka në Berat, në ato të voglën e një province dhe erdhi këtu në Azje, riskoi gjithë jetën e vet, u lodh që Turi dhe Elio të kishin dyert të hapura. Bërë përshtypje, është shumë normale në fakt ai momenti kur u drejtove nënës në kinema. U knaq, ishte, nuk ka gjë më të bukur kam përshtypjen. Unë kam dy momente që ky ishte i pa pritur, po unë kisha fiksim që Ardi Xhebrea, nga që mendoj që është artisti më i mirë që ka prodhuar shqiptar muzikën. Shqiptar i plotësuar gjithë gjë. Në Këngë Magjike unë çfarë nuk bëra që Arditi të gjeja mënyrën që Arditi t'i këndonte mamit gëzuar ditëlindjen. Se koincidoi ditëlindja e mamit me Këngë Magjike dhe e ka kënduar Ardi Xhebrea Këngë Magjike. E bëra të mundur domethënë atë dhe unë bëj këto lëvizje të vogla që unë e di që japin mamit jetë më shumë. Edhe po nuk ka gjë, nuk ka përtej familjes, mëse nuk ka, domethënë të gjitha ikin. Vetëm emocionet dhe prindrit tanë kanë vuajtur shumë. Ja rritur keq. Do doja pak që të falenderoja edhe një herë ata që ne na ndihmojnë për këtë program. Sa bukur dalën të sponsor? Nice. Të qenë, ëh? Po, shumë. Po, është kompania Herbadent që është e specializuar në shëndetin oral, është klubi fantastik Cinco, që nga 2015 në fakt bën muzikë cilësore dhe sjell DJ-t më të mirë. Ndërkohë, një tjetër falënderim do ta bëja, sikur se thash pra për dy të parët që i përmenda, edhe për Brunesin, pa diskutim, që është një alternativë shumë e mirë edhe për ulset tona. Ndjesh rehat pse?
Dhe jo më pak rëndësishme, por i katërti në radhë është edhe disa rono. Me 4 sponsor Adrili. Çfarë tregon kjo? Se ti merr vesh edhe nga biznesi tani. Po tani çfarë tregon 4 sponsora me sa po e ke filluar? Pritshmëritë kanë të larta këta. Do të shohim në mes të sezonit do i kesh me apo jo. Po i patë do thotë që ke pas sukses. Që ke pas sukses. Mirë, tani do të pyesja pak për një çështje që lidhet me mënyrën e të fituarit. Fitojmë dot, për shembull, vetëm duke bërë televizion apo duhet të angazhohemi edhe në projekte të tjera? Më përpara po, tani jo. Okej. Instagramin e ke përdorur nuk e lidhe për atë pjesë. Nuk kam, jo, fare, nuk kam. Unë reklamoj që ta them Jeremi se më shkruajnë ndonjëherë njerëz, ti falenderoj për vlerësimin, bizneset, po unë reklamoj, nëse mund t'i quajmë reklama, vetëm gjëra që ti përdor edhe që i zbuloj. Jo. Po e kam vënë në fakt shumë mbështetës edhe i kompanive. Po e kam shumë qejf, tani shiko. Nëse ti je i suksesshëm. Ti je i sukses, nuk ta heq dot të suksesin. Jo, megjithatë shikon, mbështetja është mbështetja, është një lloj ndihme që unë nuk ta shpjegoj dot procesin, po unë për shembull, le që kur gjej ide një herë, tani për shembull, unë nxjerr non stop ç'a bën Çepani Arbëri. Po si mund mos ta nxjerroj, njëri zgjohet në Tiranë, shkon në Gjirokastër, shkon në Vlorë, Ismeti, si mos ta nxjerr. Po, patjetër, një djalë i cili domethënë vetëm pozitivitet rrezaton ai, si mos ta nxjerrun këtë njeriu. Po ti e ke ndjer këtë mbështetjen e njerëzit për shkak? Nuk e kam. Nuk e kushton. As nuk e kërkoj, as nuk e mendoj, as nuk më intereson. Jam shumë për veten time. Mendon ti se si të shohin njerëzit ndonjëherë? Po shohin njerëzit Tirana flet tash, po bëhet gati të bjerë në gjumë, po bie gati, po shohin këtë intervistë. Interesante. Dëgjuan turi filmi, familja, sa bukur, pyeti artiste. Çfarë mendoj për ty? Në fund fare do dalin ato titre. Çfarë mend? Tani që të thuash që s'më intereson është gënjeshtër. Është gënjeshtër. Gjithë na intereson. Çfarë mendoj? Jam i sigurt që e para njëherë është mirë të mendojnë, se pos mendon fare do të thotë që është të merri mall. E para mirë që mendojnë. E dyta, mendoj që duhen kategorizuar. Tani. Mëse është pyetje shumë e përgjithshme se bëjmë filozofi. Çfarë mendoj? Domethënë, shkoj unë di profilin që kam ndërtuar, se nuk jam budalla. Po. Unë di profilin që kam ndërtuar dhe brenda atij profili mendoj që kam ndërtuar profilin e një djali që keq nuk bën. Ndoshta mirë nuk bën, po keq nuk bën. Ka një gjë ama, kamera të tradhton, ti nuk mund t'i fshihesh pa fund publikut. Kështu që nëse ke ndërtuar një të rrem, një personazh të rrem, diku do të shihet maska. Kështu që këtë personazhin që unë kam ndërtuar, 90% edhe jam, absolutisht që unë kam Ore, po ti vetë ishte futur në një kështu reality? Jo. S'bëhet fjalë, a? Jo, unë mund të isha futur në reality tipologji, jo. Po të futur në një shok i joti, për shembull. Në një sfidë. Po është futur Ka pasur, po. Është futur ju. Në këto programet sfiduese. Po. Domethënë tip këto që shkojnë në përishuj e kështu. Po jo Island disa është shumë i thjeshtë, Survivor, ka ca më tegër akoma që realisht e provosh vetë. Ke një garë me jetën ti, të vazhdueshme, që nxjerrën çdo sikur jenë dua të. Dhe është e bukur. Jo, por ndonjëherë shumë stresuese, unë kam një ndonjëherë nuk arri dot të ndaj dozën e stresit që më shkakton një gjë që dhe mund mos ta shkaktoj. Për shembull, unë më kapi ajo që a do vija fiks në nëntuame. Jam njëri që ka garë të vazhdueshme që ndonjëherë nuk ka nevojë fare. Edhe unë kam një garë që në këtë program të ftoj ca njerëz që nuk e kam intervistuar asnjëherë. Ti ishe një nga këta dhe ishte realisht jo për të bërë. Unë kisha bërë një plan pyetësh, po ta vëshë nuk e hapa fare. Nuk e hapa sepse me ty do dilte shumë artificiale futja e këtyre pyetjeve që unë kisha ndërtuar që ta pyes për këtë, ta pyes për atë, sepse nuk do doja që të ishte ashtu, doja që të ishte më genuine dhe besoj që ishte e tillë, mund të kenë mbetur shumë gjëra pa u thënë, ti je personazh shumë kompleks. Nuk je personazh, nuk je personazh që mund ta mbarosh
gjithë dinamikën e jetës në një bisedë të një format të tillë, po ishte kënaqësi. Unë të falenderoj dhe mendoj që ti këtu mund të si quhet, mund të rish gjatë. Mos ik më nga ai drimi.